Dhe pas vdekjes njeriu e ndjekin veprat e tij, e ndjekin punët e tij. Dhe cilët janë ato? E para, sadakaja rrjedhse. Dietarët e kanë thënë këto vakëfi i bamirësisë. Çka do me thonë kjo? Na jemi duke ligjëru, ju jeni duke u fal, ju jeni duke ndëgju në një vend kur dikush e ka ble këtë vendin dhe e ka dhonë vakëf, pronë shoqërore. Na ecim për rrugë të cilat nuk janë rrugë që kanë lindë qashtu, po janë rrugë të lishume prej njerëzve, të cilët i kanë lënë vakëf që ti me hecën për to. Na i kemi ambulantën në lagjen tonë, kur njeri e ka lishue pronën për ndërtimin e saj. Na i kemi shkollën që është ndërtu në pronë të dikujna që e ka lënë vakëf dhe e ka lishu pronë shoqërore. E kështu me radhë, na pim ujë ndoqeshme të cilat i ka ndërtu dikush. Këto janë sadaka rrjedhse. Sepse edhe pas vdekjes, sevapet e këtyne punëve të vinë ty në varë. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të mbyllet thesi i punëve tua, të mbyllet mundësia që ti me i punu sa ke qenë gjallë disa punë që i punën, nuk mundesh më me i punu. Mirë po ti nëse e ke punu një punë sa ke qenë gjallë, dhe e ke bo për hir të Allahut, dhe e ke lënë në emën sadakas rrjedhse, ajo punë ka me të përcjell ty deri në ditën e kiametit. Deri në ditën e kiametit, ajo punë ka me dëshmue për ty. Ka me dëshmue për ty që ti e ke ndërtu ata.